Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tani jemi në një prej muajve të shenjtë që është muaji Dhul Hijja dhe jemi në fillimin e muajit Dhul Hijja. Shumica e ditëve të para të muajit Dhul Hijja vetëm se kanë kaluar dhe kanë mbetur ditët më të vlefshme. Kështu që o vëlla musliman dhe motër muslimane, mundohu që të shfrytëzosh ditët e mbetura me tekbir, me lexim të Kur'anit, me agjerim vullnetar, me dhikr e kështu me radhë prej veprave që çdo njeri prej neve i dim. Nga se këto janë ditët më të vlefshme të vitit, që nëse ky vit do të kaloj, më nuk do të kthehet për ty edhe ata të cilët e kanë arritur këtë vit. Pasi që na kanë mbetur ditët më të vlefshme, atëherë do t'i përmenim disa veçori për ditën e Arafatit, që është dita më e vlefshme e 10 ditëve të parë të muajit Dhul Hijja. Dita e Arafatit është dita e plotësimit të fesë, edhe përmbushjes së mirësisë së Allahut ndaj robërve të tij. Një hebre erdhi te Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu dhe i tha: "O prisi besimtarëve, ju e keni një ajet në librin tuaj që e lexoni, po të na kishte zbritur neve bashkësisë së jehudive, ne do ta merrnim atë ditë feste." Atëherë Omeri tha: "Cili është ai ajet?" Ky hebreu e lexoi: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot unë u plotësova fen tuaj dhe u përmbusha mirësinë time ndaj jush dhe jam i kënaqur me Islamin si fe tuaj. Atëherë Omeri i tha: "Ne e dim vendin dhe kohën në të cilin i ka zbritur të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte në këmbë në ditën e Arafatit dhe ishte ditë e Xuma. Kështu që dita e Arafatit është dita e plotësimit të fesë. E kjo është një prej mirësive të mëdha që Allahu lartësuar na ka dhënë neve. Pra nuk na ka lënë fen të mangët, mirë po na ka plotësu këtë fe madhështore që është Islami. Veçoria e dytë është se Allahu i lartësuar është betuar për ditën e Arafatit. Allahu i lartësuar nuk betohet vetëm se për gjëra madhështore. Allahu i lartësuar thot: "Wa shahidin wa mashhud", dhe dëshmitarin dhe të dëshmuarin. Pasi që është betu në fillim ka thonë was-sama'i dhatil buruj, pasha qiellin me yje, wal yawmil maw'ud, pasha ditën e premtuar, wa shahidin wa mashhud, dhe dëshmitarin dhe të dëshmuarin. Transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë: "Dita e premtuar është dita e Kiametit. Dita e dëshmuar është dita e Arafatit, ndërsa dëshmitari është dita e Xuma." Kështu që Allah i lartësuar është betuar për ditën e Arafatit që është dita e dëshmuar. Po ashtu Allah i lartësuar në surën El-Fajr është betuar ku ka thënë: "Wash-shaf'i wal-watr", pasha çiftin dhe tekun. Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma dhe komentatorët e tjerë të Kur'anit kanë thënë lidhur me këtë ajet se për qëllim me çiftin është dita e Kurban Bayramit dhe për qëllim me tekun është dita e Arafatit. Pra Allah i lartësuar është betuar për ditën e Arafatit. Po ashtu, mos harroni se agjerimi i ditës e Arafatit i fshin mëkatet e 2 viteve. Kështu që në këtë vit, në vitin 2026, me 26 maj,
është dita e Arafatit, kështu që mos e neglizho dhe agjëroje këtë ditë. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për agjërimin e ditës së Arafatit, ku ka thënë: i fshihen mëkatet e vitit të kaluar dhe i fshihen mëkatet e vitit që vjen. Dhe kjo vlerë natyrisht është për atë i cili nuk është në haxh. Pra, për atë i cili është haxhi, është më pëlqyeshme që mos ta agjëroj ditën e Arafatit, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e haxhit nuk e ka agjëruar ditën e Arafatit. Dhe veçoria katërt për ditën e Arafatit, që është një veçori madhështore, është se në ditën e Arafatit Allahu i lartësuar liron njerëz shumë nga zjarri i xhenemit. Dhe nuk ka ndonjë ditë që Allahu i lartësuar të liroj më shumë njerëz nga zjarri i xhenemit sesa në ditën e Arafatit. Po ashtu Allahu i lartësuar afrohet te njerëzit që qëndrojnë në Arafat edhe mburret me ta tek melekët e tij. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka ndonjë ditë që më shumë Allahu të liroj njerëzit nga zjarri i xhenemit sesa dita e Arafatit. Pra kjo vlerë nuk është vetëm për personat të cilët qëndrojnë në Arafat gjatë haxhit, mirë po është për të gjithë njerëzit, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë sesa në ditën e Arafatit, nuk ka thënë në vendin e Arafatit, mirë po ka thënë në ditën e Arafatit. Pra për të gjithë njerëzit të cilët janë në ditën e Arafatit edhe i zë kjo ditë, atëherë Allahu i lartësuar do t'i liroj nga zjarri i xhenemit. Kurse veçori për njerëzit të cilët qëndrojnë në Arafat, është se Allahu i lartësuar u afrohet atyre edhe mburret të engjëjt e tij dhe thot: ma arada haula, çfarë dëshiruan këta? Natyrisht o Zot, që këta dëshirojnë mëshirën dhe faljen tënde, dëshirojnë që ti të ruash nga zjarri i xhenemit, e kështu kjo fe madhështore neve na mëson, edhe i përzgjedh disa ditë ndaj ditëve të tjera, kështu që nëse neglizho këtë ditë pa agjëruar, nga se është një ditë madhështore. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.